akne komedonike, i kemi akne vulgare, kemi akne cistike, do të thotë kemi grupacione të ndryshme të akneve. Atëherë, se cili pacient duhet të lajmërohet te dermatologu që ta caktoj tretmanin e vetë edhe rutinën e vetë ditore, se si të trajtohet ai lloj i akneve. Kryesisht të gjitha llojet e akneve e kanë pastrusin themelor, do të thotë të njëjtë. Më pastaj vjen trajtimet antibiotiku lokal edhe antibiotiku sistemik, të cilën duhet ta përshkruaj dermatologu. Më pastaj vinë tretmanet përcjellëse, të cilat janë pastrimet e fytyrës, mikrodermabrazioni, microneedling në pjesën kur kemi post-akne, procesi i post-akneve, kur kemi më shumë shenjat, ku mbesin vetëm skuqet e lehta, apo gryrjes sipërfaqësore, erozionet e lehta, në atë proces hynë microneedling, i cili nuk është mirë të përdoret gjatë kohës kur kemi pustulla apo proces qelbëzues në lëkurë, sepse në atë mënyrë ne vetëm e shpërndajmë qelbin nëpër të gjithë lëkurën edhe shkaktojmë vatra të reja të procesit të akneve.